Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bojkotimin e zgjedhjeve të ardhshme vendore, deputeti BDI-s Berim Bexheti tha se kjo forcë politike dhe Fronti Evropian nuk kanë paralajmëruar asnjë bojkot të zgjedhjeve lokale dhe se janë të gatshëm për zgjedhje. Në lidhje me rëndësinë e zgjedhjeve të përgjithshme, të parakohshme, Bexheti u ndal tek nevoja e rivendosjes së stabilitetit politik. Ai tha se është e papranueshme të respektohet vetëm një legjitimitet në shtet nga dy bashkësitë më të mëdha etnike në vend. Mazhorancat e opozita maqedonase vjojnë përplasjen mbi pozicionimin e Maqedonisë së Veriut në raport me administratën e re amerikane dhe politikat globale. Ish presidenti Stevo Pendarovski tha se është i shqetësuar për politikat e presidentit të ri amerikan Donald Trump, por veçanërisht për qëndrimin e qeverisë dhe deklaratat se si normalia e re do të pushtojë botën, që sipas tij është amatorizëm i pastër politik. Mendoj se si vend i vogël, e dim kush jemi, ku ndodhemi, duhet të mendojmë dy herë përpara se të qëndrojmë, siç thon ne qëndruam së pari pranë tij dhe tani le të shtojnë të tjerë pas nesh, tha ish presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Nga VMRO-12 thon se Pendarovski, njeri i cili dy herë ka humbur zgjedhjet presidenciale pas 10 muajve vendosi të paraqitet në publik dhe ta sulmoi kryeministrin Mickoski dhe VMRO-12 për shkak të përkrahjes ndaj SBA-s dhe presidentit Donald Trump. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës angazhohet për të realizuar koalicion me ministrin aktual Nenad Rashić dhe pakicat e tjera jo serbe për formimin e qeverisë së re. Vendimi u njoftua në një konferencë për shtyp pas përfundimit të procesit të numërimit të votave të zgjedhjeve të nënshkurtit. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen. Albin Kurti vlerësoi rolin e ministrit aktual Nenad Rashić dhe kontributin që ai ka dhënë në përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit serb. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministri Nenad Rashić është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashić, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ministri për komunitetet e kthim, Nenad Rashić, për krah kryeministrit Kosovës, akuzoi qeverinë serbe për shfrytëzimin e serbëve për interesat e saj personale. Kryetari i Partisë Demokratike Progresive theksoi se ajo që po ndodh në Serbi është me të vërtetë një pasqyrim i revoltës jashtëzakonisht të madhe që ndjejnë qytetarët, qofshin ata studentë, nxënës të shkollave të mesme apo vetë qytetarët. Ishte Nenad Rashić, ministri për komunitetet e kthim në qeverinë e Kosovës. Kryeministri Edi Rama mbledh grupin parlamentar socialist dhe bën thirrje përfitore në zgjedhjet e 11 maj si e vetëm mundësi që Shqipëria të mbyll procesin e antarësimit deri në vitin 2030. Përpara deputetëve, shefi i qeverisë nënvizoi progresin që ka bërë vendi, ndërsa viti 2027 sipas tij është ofruar si datë nga Unioni për përmbylljen e negociatave, duke akuzuar opozitën për rolin e saj në integrimin e vendit. Kryeministri kujtoi se alternativa e vetme që ofron Partia Demokratike dhe lideri i saj është krijërja e prokurorisë speciale. Po ju marr një shembull shumë thjeshtë. Ka shumë rëndësi kush qeverisë në Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve të drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPA. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.